Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. Projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Mateu 7:5. O hipokrit, hiqe më parë trarin nga syri yt dhe pastaj shiko qartë për të nxjerrë lëmishten nga syri i vëllait tënd. Mateu 7:6. Mos u jepni qenve që është e shenjtë dhe mos i hidhni margaritarët tuaj para derave, që të mos i shkelin me këmbë dhe të kthehen kundër jush dhe të ju shqyejnë. Mateu 7:7. Lypni dhe do të ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni dhe do të ju çelet. Mateu 7:12. Gjithçka, pra, që ju dëshironi të ju bëjnë njerëzit, ua bëni edhe ju atyre, sepse ky është ligji dhe profetët. Mateu 7:13. Hyni nga dera e ngushtë, sepse e gjerë është dera dhe e hapur është udha që të çon në shkatërim, dhe shumë janë ata që hyjnë në për të. Mateu 8:4. Atëherë Jezusi i tha, ruhu se i ja tregon kujt, por shko, paraqitu te prifti, bëj flijimin që ka urdhëruar Mojsiu, me qëllim që kjo të jetë dëshmi për ta. Mateu 8:22. Atëherë Jezusi i tha, ruhu se i ja tregon kujt, por shko, paraqitu te prifti, bëj flijimin që ka urdhëruar Mojsiu, me qëllim që kjo të jetë dëshmi për ta. Mateu 10:16. Ja, unë po ju dërgoj si dele në mes të ujqerve, jini, pra, të mençur si gjarpërinjtë dhe të pastër si pëllumbat. Mateu 10:17. Por ruhuni nga njerëzit, sepse do të ju zvarisin përpara sinedrave të tyre dhe do të ju fshikuojnë në sinagogat e tyre. Mateu 10:27. Atë që unë ju them në ter, e thoni në dritë, dhe atë që dëgjoni të thënë në vesh, predikojeni mbi çatitë.